Ish-sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit Alqi Bllaku është liruar nga qelia para burgimit të Durrësit në orët e vona të mbrëmjes së të martës. Lirimi i tij erdhi pasi gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar urdhëroi shuarjen e masës së sigurisë. Vetëm një ditë më parë GJKK e dënoi Bllakun me 4 vite burg për korrupsion pasiv në lidhje me çështjen e inceneratorit të Tiranës. Ai u shpall fajtor për përfitimin e 119.000 eurove dhe 7 milion lekëve nga biznesmenët e përfshirë në aferën e inceneratorëve. Megjithatë, masa e sigurisë ndaj tij u shua pasi Bllaku ka kryer dënimin përmes periudhës së paraburgimit. Ky është vendimi i tretë ndaj tij për çështjen e inceneratorëve. Për inceneratorin e Elbasanit, më 23 shtator gjykata e Durrësit vendosi lirimin e tij me kusht pasi kishte mbetur vetëm 6 muaj e 10 ditë nga dënimi. Për inceneratorin e Fierit, masa e sigurisë u shua pasi ai kishte kryer në paraburgim dënimin prej 2.8 vitesh burg, ndërsa për inceneratorin e Tiranës, ku dënuar së fundi me 2.8 vite burg efektiv, Bllaku përfitoi sërish shuarjen e masës së sigurisë pasi koha e kaluar në paraburgim mbulonte dënimin e dhënë.